Në shenjen më të fundit të pakënaqësisë së hapur, tashmë me homologun rus Vladimir Putin, presidenti amerikan Donald Trump shënjestroi përpjekjen e shefit të Kremlinit për të përmirësuar arsenalin luftaradh. Putini bën mirë t'i jap fund luftës në Ukrainë, në vend se të testojë raketa me kapacitet bërthamor, deklaroi shefi i Shtëpisë së Bardhë, që shtoi se vendi i tij e ka të pozicionuar një nëndetse bërthamore pranë mbriqjeve të Rusisë. Ata e dinë që pranë mbriqjeve të tyre, ne kemi një nëndetse bërthamore më të mirë në botë, që do të thotë se nuk kemi nevojë të fluturojmë 8.000 milje për hir të së vërtetës. Nuk mendoj se është gjëja e duhur për Putin që të flas për këtë. Ai duhet t'i jap fund luftës, luftë që duhet të zgjasë vetëm një javë, e që tani është në vitin e 4 të saj, e jo të testoj raketa. Duket se zemëratën e Trumpit e ushqeu deklarata e Putinit një ditë më parë, kur pohoi se Rusia ka testuar me sukses raketën lundruese që funksionon me energji bërthamore, bure Vestnik, armë kjo me kapacitet bërthamor për të cilën Moska pretendon se mund të deportojë çdo mburoj mbrojtëse. Presidenti rus madje nënvizoi se shteti do të lëviz drejt dislokimit të kësaj arme. Sipas Moskës, raketa e njohur si Storm Petrel ka fluturuar 14.000 kilometra. I pyetur në bordin e avionit presidencial për testimin e raketës, që NATO e ka quajtur Skyfall, Trump tha se SBA-ja nuk ka nevojë të fluturojë aq larg, pasi e ka tashmë nëndecen në brigjet e Rusisë.